Qindra qytetar nga Vlora janë nisur në drejtim të Tiranës për të marrë pjesë në protestën e thirrur nga opozita këtë të premte. Rreth 400 protestues nga Vlora janë pjesë e protestës para kryeministrisë. Ata u nisën me makinat e tyre private rreth orës 15, ndërsa pikë takimi ka qenë rruga Transballkanike. Organizimi është bërë nën kujdesin e drejtuesit politik të Partisë Demokratike në qarkun Vlorë, Aurel Blykbashi, dhe drejtueses së Partisë Demokratike të Vlorës, Nada Meçorapaj. Ata thonë se protestojnë ndaj pakënaqësive të qeverisjes. Arsyeja është aq e madhe sa që në shtëpi kalëm një djalë 2 vjeç dhe një vajzë 2 muajsh vetëm që nuk i kanë pasur gjithë ditën dhe direkt mbas punës janë nisur për protestë. Imagjino se sa e madhe është arsyeja. Është bërë e pajetueshme Shqipëria më. Vlora dhe gjithë Shqipëria është bërë e pajetueshme. Dhe nuk ka asnjë siguri për ata fëmijë dhe për gjithë fëmijët e tjerë shqiptar. Çdo gjë ka degraduar. Ndërkohë që shqiptarët e thjesht nuk po gjejnë dot asnjë shtëpi me qira, ata kanë vjedhur nga 300 apartamente. Ndoshta edhe më shumë, po aq janë zbuluar. Kanë vjedh miliona euro, ndërkohë që populli thjesht nuk po shtyn dot as muaj. Në qoftë se nuk ja dalin dot vetëm protesta është mënyra më e mirë, duhet të bashkohet të gjithë shqiptarët të vinë në protestë, sepse në qoftë se nuk ja dalim as dot as me protesta, atëherë bie të largohemi edhe ne si gjithë pjesa tjetër e Shqipërisë. E kam menduar shumë më, po më ka shtytur vetëm kjo iniciativa e marrë nga Partia Demokratike dhe nga kjo pjesë e shqiptarëve, nga këto protesta dhe nga kjo shpresa që kemi pasur tërkohës, mbase e rrëzojmë këtë të keqe dhe mbase kujt dihet shkëlqejmë dhe neve një ditë si të gjitha vendet e tjera. Tash miku im, dhe ajo nuk diskutohet se dëgjoj shumë nga ju të mediave që e bëni këtë pyetje, që është e vërteta pse keni ardhur. Arsyet janë të shumta. Dhe kjo nuk diskutohet. I din të gjitha, nëse ju doni që unë t'i them arsyet, unë i them. Ka arsye, popullimi njerë është njerë që ky vend është ka ta ndisur në moshën e tretë. Të dhëm shpirti kur vjen dhe shikon moshën e tretë. Nuk diskutohet se ata janë prindritan, janë njerëzitan, nuk bëhet fjalë fare. Po këtu pothuajse ka mbaruar çdo gjë. Dhe fatkeqësia e madhe për këtë popull, edhe sidomos po flas për Vlorën time, të zemrës time, është sepse nuk ka asnjë lloj reagimi. Ku është reagimi, ku janë qytetarët, nuk e di si pajtohen me këtë kokovin e gjatë që kemi ne në krye. Nuk e di. Mandati 3. Jo që zgjedhjet kur ky person nuk i ka fituar kurrën e kurrës, i ka vjedhur, trosh muhabet. S'bet fjalë fare. Prandaj i bëj thirrje, nëse edhe më dëgjoni në këto momente, nisuni drejt Tiranës, marshoni. Patjetër nuk dëgjoj vetëm më pa shumë njerëz, ata që nuk ka rëndësi për shumë të djathtë të majtë, mbasi nafta ka vajtur 2000 sa lekë. Asnjë njeri nuk ka fuqi, qoftë edhe ata që kanë 5 lekë, nuk kanë fuqi. Kjo është gjëja më kriminale që ka bërë Edi Rama. Ka ngritur një bordë hajdutësh, po hajdut, jo hajdut me çizme. Ata bordet në gjithë botën janë për të ulur çmime, nuk janë për të ngritur. Tash që bëjnë muhabet, plus asaj që na kanë dhënë na pak naftë, jemi detyruar ta kompensojmë vetë në xhepin, mbasi ne jemi me makina me mesa. Po kjo është një turp i madh që protesta jo vetëm e naftës, po dhe protesta për rrëzimin në ajo karike që po mban ai padrejtisht. Nuk ka turp më të madh. Ai bashkë me bandën e tij, sa ata janë bandë, nuk janë për të një plus. Që veprimi i parë që bëri, që tha do të ngërë pensionet. I mashtroj, ja konkretisht unë, bashkë me gruan, nuk e marr asnjë qindar. Imagjinoni tash çfarë. Në çfarë gjendje. Për mendimin tëm, protestat duhet të vazhdojnë, pasi janë përmbysur qeveri më të fortë ajo qeveria. Ky është një banda hajdutësh, është qeveria